Në Davos e firmosi ujdinë e parë me homologun amerikan Donald Trump. Por presidentja e Kosovës Vjosa Osmani nuk është se mori urime nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, që po ashtu gjendej në kryeqytetin ekonomik të botës në kohën e njëjtë. Shefi i qeverisë, edhe gjatë qëndrimit në Zvicër, por edhe pas kthimit në Kosovë, nuk e komentoi në shkrimin që e bëri Kosovën pjesë të bordit të paqes për Gazën. Megjithatë, nga lëvizja vetëvendosje, partia e cila udhëheq me ekzekutivin në detyrë, mohojnë se heshtja nënkupton mospërkraje. Kjo të paktën sipas deputetit të zgjedhur me Fail Bajqinovci. Edhe nuk kemi pas takime ende si lëvizje vetëvendose, andaj çka t'ja përgjigjet deri më tash, ne jemi partner strategjik të SHBA-s, nuk do të thotë heshtja as unë e thash atë që ne ende nuk kemi pas takim, po e presim certifikimin e rezultateve. Ndërkohë, partitë ish opozitare vlerësojnë se antarësimi në bordin e paqes kontribuon në fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Antarja kryesisë së PDK-s Ariana Musliu thotë se kështu forcohet subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës, por thekson se qëndrimi përfundimtar i PDK-s do të merret pas analizimit të obligimeve dhe interesit afatgjatë të qytetarëve. Qëndrimi përfundimtar lidhur me mbështetjen do të merret në organet vendimmarrëse të partisë pas një diskutimi të brendshëm. Kosova ka nevojë për vendime që forcojnë shtetin, jo për hapa të nxituar apo vendime të njashme pa konsensus dhe pa qartësi të plotë. Ndryshe nga PDK-ja, lidhja demokratike e Kosovës është më e qartë në mbështetjen e kësaj nisme, që e sheh si përfitim të rradhës nga aleanca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi përkrahur duke besuar se ne këto rrethana të reja gjeopolitike duhet pozicionim. Pra nuk mundesh me nejt anash dhe ne sa herë jemi rreshtuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kemi pas, domethënë, përfitime nga kjo dhe kemi qëndruar në anën e drejtë historike. Mbështetje të plotë ka dhënë edhe AAK-ja. Është një vlerësim i Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe është një rreshtim i drejtë i Republikës Kosovës që të ndikoj në ndërtim, në marrëveshje ndërkombëtare dhe në paqen mbar botën. Prandaj ne si aleancë në krye me Ramush Haradinaj e kemi përkrah dhe do ta përkrahim çdo herë rreshtimin e drejtë Kosovës për interesat e qytetarëve të vendit. Në anën tjetër, një analist politik heshtjen e kryeministrit në detyrë po e konsideron më shumë si taktizim politik sesa kundërshtim i tij. Ne kemi pa që zoti Kurti është rezervu për sa i përket deklaratave që kanë bëjë me lindjen e mesme, kjo jo për ndonjë pozicionim strategjik Kosovës, sa për një pozicionim karshi votuesit Kosovës, karshi elektoratit vet. Kështu që nuk ka dashur që të merr pozicionim të qartë lidhur me këtë çështje, duke marrë parasysh që bordi i paqes ka kritikat e veta prej botës arabe, se sa do t'jetë efektiv dhe a do ta ndalë në realitet luftën në Palestinë apo jo. Aja heshtja është më shumë taktike elektorale, se sa ndonjë kundërshti e qeverisë së zotit Kurti ndaj kësaj iniciative. Kosova nuk ka çka hub prej antarësimit në këtë bord, mendoj se përkundrazi është një hap jashtëzakonisht. Qeveria në detyrë që disa ditë nuk është përgjigjur në pyetjet e Kosova Press, sa i përket përfshirjes së Kosovës në bordin e paqes. Ndërkaq, të heshtur ka qëndruar edhe në zyrën e presidencës, të cilët nuk treguan nëse do t'i ftojnë partitë parlamentare për të diskutuar për pjesëmarrjen e Kosovës në këtë mekanizëm ndërkombëtar.